Përqindra gazetar italian, deputet dhe senator të partive opozitare kanë manifestuar në Rom në solidaritet me gazetarin e mirënjohur investigativ Sigfrido Ranucci pas atentatit me tritol në banesën e tij javën e kaluar. Gjatë manifestimit, Ranucci deklaroi ekskluzivisht për gazetaren e Syri Televizion Alba Kepi se një nga pistat e hetimit për ngjarjen është përfshirja e krimit të organizuar shqiptar. Janë gjëra që jemi përballur dhe më parë. Pista e mafias shqiptare është një nga të cilat po hetohet. Më bën më shumë përshtypje se si kërcënimet e tjera që ka marrë duket se lidhen me pistën shqiptare. Jam shumë i surprizuar në fakt me pistën shqiptare, sepse më duket budallëk të kryesh një atentat në një zonë ku ka prezencë të madhe pasi tërheq vëmendje. Në këtë moment nuk e kuptoj se nga ka ardhur ky kërcënim për mua. Për më tepër, nuk e kuptoj qëllimin e këtij akti. Po, është e vërtet që pas emisionit të kryer për Shqipërinë ka marrë kërcënime, kushdo që ka vendosur lëndën plasëse më ka njohur shumë mirë. Duke treguar një front të bashkuar përballë kërcënimeve ndaj fjalës së lirë, Ranucci ka sjellë në skenën e tubimit të gjithë stafin e emisionit investigativ Report. Pjesë e këtij manifestimi ishte edhe deputeti Angelo Bonelli i Partisë Europa Verde, i cili ka evidentuar një problem shumë serioz me qeverinë italiane të Giorgia Melonit kundrejt shtypit të lirë. Bonelli deklaroi se eksponent qeveritar kanë denigruar dhe delegjitimuar emisionin investigativ Report Rai 3, gjë të cilën e cilësoi një mënyrë për të vrarë gazetarin. Nëse eksponent të qeverisë të këtij vendi kanë definuar Report një lloj si Hamasin apo duke sulmuar në mënyrë të prerë Report, vjen më pas solidariteti, por fillimisht u denigruan dhe delegjitimuan. Kjo është një mënyrë për të vrarë gazetarin, kur pushteti politik denigron dhe delegjitimon çdo që nxjerr informacione. Mëtej deputeti italian foli edhe mbi marrëveshjen Shqipëri-Itali mbi refugjatët, ku theksoi se kanë kërkuar interpelancë mbi dyshimet se krimi i organizuar shqiptar është i përfshirë në këtë marrëveshje. Po flasin për qindra milion euro para italiane që shkojnë në Shqipëri për të realizuar këto struktura, që në fakt kanë qenë të ndërtuara. Ne kemi kërkuar një interpelancë me qeverinë për të ditur se cilat janë shoqëritë që kanë fituar në Shqipëri dhe për të ditur nëse ekzistojnë lidhje mes shoqërive që kanë fituar dhe eksponentëve të krimit të organizuar shqiptar. Gazetari Sigfrido Ranucci, i mirënjohur për demaskimin e skandaleve të nivelit të lartë lidhur me korrupsionin dhe krimin e organizuar, mori vëmendje ndërkombëtare për 2 investigime kundrejt lidhjeve të qeverisë Edi Ramës me krimin e organizuar dhe mbi marrëveshjen Rama Meloni për refugjatët. Gazetarit italian ju vendosën 2 mjete shpërthyese në automjetin e tij, të parkuar pranë banesës, një shpërthim për të cilin autoritetet e drejtësisë thonë se do të kishte vrarë çdo që kalonte pranë. Fatmirësisht nuk pati të lënduar, por çështja mbetet ende nën hetim.